Djali vërej një derë të vogël në majtë të shkëmbit, ndërsa fluturon një dron, por shokohet kur futet brenda. John, një entuziast me përvojë i dronëve, vendosi të eksploronte një zonë të re. Teksa fluturonte me dronin e tij, ai vuri re një derë të vogël në majtë i një mali aty pranë. I intriguar, ai fluturoi dronin më afër për të hetuar, ndërsa e zmadhonte, pa që dera ishte shumë e vogël dhe kurioziteti e pushtoi. John vendosi të ngjitej në malin shkëmbor për të parë më nga afër, por ai nuk e dinte që ky ishte një vendim shumë i keq. Hyrja në derën e vjetër prej metali ishte gjithçka tjetër veç se e lehtë, por me guxim dhe vendosmëri të madhe, John ja doli ta bënte. Ai u mahnit nga ajo që po shihte. Kur ai po përshkronte rrugën e tij duke hyrë gjithnjë më thellë në mal, kuptoi se dikush e kishte krijuar këtë për një qëllim. Kur John më në fund zbuloi se cili ishte ai qëllim në të vërtetë, ai pothuajse ngriu nga tronditja. Ai e dinte shumë mirë që në fillim se nuk duhet të ishte aty. Ky ishte konfirmimi që e bëri këtë gjë të vërtetë për të. John filloi të ikte nga mali sa më shpejt që të ishte e mundur. Ai vetëm shpresonte se dëmi nuk ishte bërë tashmë. Ai doni misterin dhe aventurën, a vazhdoni gjithmonë të kërkoni gjëra të reja dhe enigmë? Atëherë jeni në vendin e dur. Abonohuni në kanalin tonë YouTube duke klikuar butonin e kuj subscribe dhe aty do të gjeni shumë histori interesante dhe të jashtëzakonshme, si do të merrni tonelata informacionesh të dobishme, shikim të këndshëm. John kishte dashur të eksploronte këtë zonë për një kohë të gjatë. Autoritetet lokale kishin qenë gjithmonë pengesë për të. Këto pyje kishin qenë një zonë e mbrojtur për dekada, tani dhe hyrja në to nuk ishte e lehtë. Kështu që ai vendosi të rrezikonte. Dëshira e tij për të eksploruar ishte shumë e madhe. Nëse ai nuk mund të hynte vetë në këto pyje, atëherë ndoshta droni i tij mund të hynte. Piloti i dronit John ishte shitur pamjet që arriti të kapte me mikun e tij fluturues në internet për të fituar disa parashtesë. Ai e kishte kuptuar se pamjet e vendeve ilegale ku hynte shiteshin shumë mirë dhe me një çmim të mirë. Ndërsa po fluturonte dronin e tij në përqiell, duke shpresuar të mos të rriqte shumë vëmendje, John vuri re një formacion të vogël shkëmbi, që dukej se ishte në qendër të zonës së mbrojtur. Nuk përbëhej plotësisht nga formacione shkëmbore. Në fakt, ishte diçka të çuditshme afër majës. Ndërsa fluturoi dronin e tij edhe më afër tij, ai pothuajse arriti të kuptonte se ishte një lloj dere. John ishte shumë i befasuar nga zbulimi i tij. Çfarë po bënte diçka e tillë në mes të një zone të mbrojtur? Pastaj papritmas ndodhi diçka tjetër. Droni i tij besueshëm papritmas filloi të keq funksiononte rënd. Brenda pak sekondash, ekrani filloi të prishej dhe John humbi kontrollin. Ekrani u nxi plotësisht dhe gjëja e fundit që ai pa ishte se droni po përplasej drejt rrezës së malit. Tani John u përball me një dilemë. Jo vetëm që donte të kthente dronin e tij të shtrenjtë dhe të shihte nëse kishte diçka që mund të shpëtonte, por për ta bërë këtë, ai e dinte se do t'i duhej të hynte në zonën e mbrojtur. Por John nuk mendonte se kishte një zgjedhje tjetër. Ai vendosi të ngjitej në gardh. Djali u lut që asnjë njeri apo krijesë tjetër të mos e dallonte në këtë rrugë. Pas rreth një orë ecje, ai më në fund gjeti atë që kërkonte. Droni i tij ishte varur në disa degë lart në pemë. E mira ishte se këto degë kishin dalur rënien e tij në tokë dhe dukej se ishte ende në gjendje shumë të mirë. John pa lart malin dhe megjithse muri i shkëmbit ishte shumë i pirët, duke sikur kishte një mënyrë të mirë për të ngjitur atje lart. Teksa nisi ngjitjen e tij, John kuptoi natyrën mashtruese të terrenit malor. Ajo që dukej si tokë e fortë nga lart, u zhndrua në zhavor të rrëshqitshëm nën këmbë. Të çarrat e fshehura përbënin kërcënim në kthesat e papritura. Ndërsa John u ngjit më lart, madhësia e malit u bë e dukshme. Teksa ecte më tej, ai zbuloi gravurë në disa gur. Ata dukej se ishin me origjinë të lashtë, ndoshta të bëra nga fise indigjene. A ishin ato një formë udhëzimi, një paralajmërim? Shtrirja e fundit deri te dera u ndje edhe më emocionuese. Madhështia e derës ishte e dukshme. Ndërsa John hodhi një vështrim më të afërt, ai mund të shihte se çdo centimetër ishte mbuluar me modele të gdhendura imët. Jo vetëm zbukuruese, por ndoshta simbolike. Ndërsa madhësia e derës tregonte se ishte ndërtuar për të kaluar diçka të madhe, dizajni detajuar i saj tregonte qëllimin, kujdesin dhe objektivin. John u tërhoq nga një hyrje anësore pothuajse e fshehur,
shumë e vogël se hyrja kryesore. Dera e fshehur ishte e lidhur nga një drynë, e gryer dhe e ndryshkur me kalimin e kohës. Metali ishte gryer prej vitesh ekspozimi ndaj elementeve, duke lënë të kuptojë se kjo hyrje nuk ishte përdorur për një kohë të gjatë. John filloi të sulmonte drynin me gur. Goditjet e tij u dëgjuan nëpër malin e eshtur. Pasi hyri brenda, atmosfera ndryshoi në mënyrë dramatike. Errësira ishte pothuajse e prekshme, duke përfshirë John. Rrezja elektriku të dorës ofronte shikueshmëri minimale, duke zbuluar një hapësirë shpellare përpara. John shpejt e kuptoi se shpella nuk ishte vetëm një hapësirë e madhe. Shtigje të ndryshme u degëzuan, secila më të rejse dhe misterioze se tjetra. Muret e malit të gdhendura me plagët e kohës, duke sikur përshpëritnin prallat të atyre që mund t'i kishin shkelur këto shtigje shumë kohë para tij. Me çdo korridor dhe dhomë të re që zbulonte, eksitimi i Johnit zhndrohej në një shqetësim të bezdisshëm, një panik i shpërfillur në skajet e vetdijes së tij. A kishte hyrë shumë thellë? Një hapësirë befasuese e priste. John pasi u shtrydh në një të çarë veçanërisht të ngushtë. Një korridor i gjerë dhe i lartë e bënte të ndihej i vogël. Korridori nuk ishte thjesht një mrekulli arkitekturore, ishte një galeri e së shkuarës, të shfaqura në platforma të ngritura dhe brenda kthinave ishin mbetje të një epoke të shkuar. Qeramik të thyer, armë të ndryshkura dhe tekstile të zbehura. Çdo objekt tregonte për alla të jetës së përditshme, të festimeve, luftrave dhe ndoshta ceremonive. John ndjeu një respekt i jashtëzakonshëm për një qytetërim që vetëm mund ta ndëronte ta kuptonte. Papritur, në mes të ngjitjes së tij, një tingull i ri përshkoi eshtjen. Gjurmët, dukshëm të ndryshme nga të tijat, jonin në mënyrë të frikshme, duke bërë të vështirë deshifrimin e distancës ose drejtimit të tyre. Një drithërim përshkoi shtyllën kurrizore të John. Rrezja dikur e ndritshme elektriku të dorës së tij tani vezullonte në mënyrë të çrregullt. Ai duhet të gjente një shpëtim, ose të paktën një shenjë që tregonte drejtimin e dur. Me sijeve, John vuri re një zonë që qëndronte veçmas. Pajisjet e vjetra, të ndërtuara nga materiale që ai nuk i njihte, shtrieshin të shpërndara. Ato nuk ishin relike të një qytetërimi të lashtë, por makina me dizajne të ndërlikuara dhe funksionalitete të panjohura. Përtej makinerive, u zbulua një dhomë e madhe që ngjante një lloj dhome kontrolli. John ndjeu sikur kishte ngecur në zemrën e malit sekret, një vend që dikur pulsonte me aktivitet dhe qëllim. Kurioziteti ishte duke ka përsyer kujdesin. John shtypi paraprakisht një buton të konsumuar. Një zhurmë vibronte nëpër tokë, e ndjeu nga një shkëlqim i ngadalshëm ndriçues nga ekranet. Imazhe ajrore të korridoreve labirintike të malit. Pranë panelit të kontrollit, një sirtar kishte dokumente të vjetëruara dhe të brishta. Shkurtimet e shkruara në një përzierje shkrimesh të njohura dhe të huaja flisnin për ekspedita, zbulime dhe diçka të quajtur thelbi i malit. Shënimet rrotulloheshin rreth një zbulimi të rëndësishëm, por faqet e fundit mungonin. Qetësia e malit u prish nga një gjëmim i largët o gurzi. Aktivizimi i makinerisë mund të ketë sinjalizuar diçka ose dikë. John filloi zbritjen e tij me urgjencë. Pesha e zbulimeve të tij ja shpejton ritmin. Muret e larta dukej se e mbylleshin pas tij, ndërsa ai lundronte në shtrëngime të forta dhe në shpatet e rrëshqitshme. Çdo kthes mbante premtimin e një daljeje, por edhe potencialin për rrugë pa krye. Duke dalë në një shpellë të njohur, zemra e John rau fort kur pa dronin e tij të shtrirë të patrazuar. Me dronin të sigurt në dorë, sinjalizimi i daljes u bë më i fortë. Teksa ju afrua bazës së malit, John nuk mund ta humbiste ndjesinë e qenit të vëzhguar. Duke se mali kishte kujdestar, të vërtet apo të imagjinuar, të etur për të ruajtur sekretet e tij. Ndërsa John lëvizte më tej, një dhomë e gjerë u shfaq përpara. E fshehur nga shtresa shkëmbinjsh dhe ardish, pafundësia e saj ishte befasuese. I ngjante një angari më shumë se sa një formacioni natyror. Në qendër të kësaj salle madhështore, të mbrojtur nga elementet, ishte ulur një avion. Ky nuk ishte thjesht një avion. Dizajni i tij elegant dhe shenjat e panjohura treguan se i përkiste një epoke shumë përpara kohës sonë, ose ndoshta nga një e kaluar shumë e largët për t'u mbajtur mend. Ai kapi shpejt imazhin me dronin e tij, duke siguruar provat e zbulimit të tij, përpara se të bënte një largim të nxituar. Teksa kthehej, John riprodhoi pamjet e dronit.
duke vënë atë përballë kujtimeve të tij. Imazhet e avionit ishin të qarta dhe të pamohueshme. Ai ndihej si një arkeolog që kishte zbuluar jo relike të së shkuarës, por një parathënie të së ardhmes ose një kapitull të historisë të harruar prej kohësh. Po sikur të tjerët të kërkonin avionin për qëllime të liga, çfarë nënkuptonte prania e tij? John u përball me dilemën e mbrojtjes së gjetjes dhe informimit të botës. Pas shumë mendimesh, John vendosi se duhet të ndante zbulimin e tij. Por si? Qasja duhet ishte e kujdesshme. Duke hartuar një plan, ai bëri duplikat të pamjeve të tij, e fsheu origjinalin në një vend të sigurt dhe filloi të kontaktojë në mënyrë anonime me figura të besuara në arkeologji dhe aviacion. Edhe në sigurinë relative të kampit të tij, John nuk mund të ishte dorë nga ndjenja e vëzhgimit. Çdo shoshërim gjethesh, çdo thirrje zogu i largët, sillte një pistë o gurzez. Ruajtësit e malit duket se e shtrinin praninë e tyre në vetë psikikën e tij. Brenda disa ditësh nga ndarja në mënyrë diskrete e fragmenteve të pamjeve, historia shpërtheu. Mediat në mbar botën transmetuan imazhin e avionit të lashtë, por futuristik. Spekulimet u prapën, teoritë ishin me bollëk dhe bota diskrete e John u kthye përmbys. Mali fshehur dhe rryma e tij enigmatike u bën epiqendra e kuriozitetit global. John u gjedhe u arrestua për bërjen publike të informacione me konfidencial të lartë. Se çfarë ndodhi më mbrapa me John, asgjë nuk është bërë më publike. Ndoshta djali mësoi se si të mos i bëj publike çdo gjë. Dëgjohemi në videon tjetër.